ta lëm pak lindjen e mesme, kalojmë tek raportet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me NATO-n. Ka, domethënë, tashmë deklarata dhe qëndrime, postime gjithashtu ku në një farë mënyre Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të zhgënjyera në raport me NATO-n. Çfarë do të ndodh me aleancën dhe a ka një mundësi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta braktisin NATO-n? Unë do ta nis nga fundi, nuk ka asnjë mundësi që Shtetet e Bashkuara ta braktisin NATO, pra të largohen nga NATO, për arsye se vendimarrja për të larguar nga NATO është vendimarrje e Kongresit dhe e Senatit dhe nuk është vendimarrje e Presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra nuk është hyrja në NATO e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk ka qenë me vendim me dekret presidencial, por është bërë me vendim Kongresi dhe Senati. Dhe e njëjta gjë edhe largimi duhet bërë me vendim Kongresit dhe Senatit. Dhe që kjo të ndodhi duhet që Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës t'i bëjë kërkesë Senatit dhe Kongresit për të dalë nga kjo. Në rast se Trumpi do ta bënte gjë të tillë, atëherë ai do ta humbiste totalisht pushtetin për arsye se në këtë moment demokratët, që janë sekti tjetër i neoliberalistëve, do ta sulmonin me gjithë fuqinë e tyre politike Trumpin dhe do ta harxhonin nga pushteti shumë më herët se sa mendon Trumpi që mund t'i ikë nga pushteti. Pra kësaj loje Trumpi nuk do guxonte të hyjë sepse aktualisht janë dobësuar fuqitë e tij elektorale dhe fuqitë e tij politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të kësaj lufte me Iranin. Pra në rast se do të ishte Trumpi që sapo erdhi në pushtet para një viti e gjys, mund edhe ta bënte këtë dhe mund edhe të dilte. Kurse tashmë e ka të pamundur që të hyjë kësaj loje për të dalë nga NATO. Pra nga NATO nuk del, por mund të kemi lëvizje të ndryshme tektonike në NATO. Një nga lëvizjet kryesore në NATO ka të bëjë edhe me tërheqjen e komandantëve. Pra, tërheqja e komandantëve në NATO, aktualisht komandat kryesore në NATO i mbajnë amerikanët. Evropianët kanë pothuajse mbi 10 vjet që kërkojnë që një pjesë e mirë e komandave në NATO të kalojnë edhe gjeneralëve evropian në mënyrë permanente. Dhe kjo mund të sjellë një ndryshim tektonik në NATO, pra amerikanët të vendosin të tërheqin disa komandantë nga disa sektore, nga disa komanda të ndryshme që komandojnë NATO, por që janë amerikanë dhe këto t'i kalojnë evropianëve. Vetëm në këtë aspekt do të ketë dhe plus edhe kjo që po tregon Trumpi, kjo mërzia që po tregon me NATO për arsye sepse NATO nuk po hyn në luftë në ndihmë të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Iranit, do të vazhdojë të qëndrojë për arsye se NATO as nesër nuk ka për të hyrë në luftë, pavarësisht se parimisht ata mund t'ia pranojnë kërkesat Trumpit, por praktikisht do të bëjnë të njëjtën gjë siç thashë mund të bëjnë Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Izraelit duke e vonuar ndihmën e tyre, edhe këta do ta vonojnë ndihmën e tyre dhe ndërhyrjen e tyre ushtarake në drejtim të Iranit. Sepse çdo ndërhyrje ushtarake në drejtim të Iranit, e kam thënë edhe një herë, do të shkaktonte një dëm të madh vendeve të NATO-s evropiane, duke u shkaktuar atyre forcë ushtarake të cilën ata nuk mund ta rekuperojnë. Dhe një nga qëllimet e Trumpit është edhe kjo që t'i shkatërrojë evropianët totalisht dhe t'i kthejë ata në vitin 1945, sepse në rast se evropianët do tentonin të hapnin ngushtisën e Ormuzit me forca ushtarake, atëherë këto forca detare do të shkatërroheshin nga Irani, do të dëmtoheshin dhe Evropa do të mbetej pa forca ushtarake detare të mjaftueshme nesër për të përballuar sigurinë e saj. Dhe atëherë ku do t'i blende këto mjete do të vlerojë tip porosiste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të kalonte në të njëjtin nivel që ishte në vitin 1945, një Evropë pa siguri ushtarake dhe një Evropë edhe pa siguri energjetike. Të dyja këto duhet t'i marrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kështu Evropa kthehet në një vasal total të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të paktën edhe për një 2 shekuj të tjerë. Ndërkohë, Dritan, po diskutohet edhe largimi amerikanëve nga baza më e madhe e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Ramstein në Gjermani. Nuk e di sa e vërtetë është kjo. Unë nuk mendoj që nga baza e Ramsteinit do të largohen, për arsye se baza e Ramsteinit është edhe qendra kryesore e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga ku vijnë të gjitha forcat amerikane që janë në Gjirin Persik ose në të gjithë pjesën tjetër të botës. Pra më përpara vinë në Ramstein, ajo është si një bazë ambientimi, pra kur vinë andej qëndrojnë aty bëjnë analiza mjekësore, aty bëjnë përgatitjet e tjera dhe pastaj pasi qëndrojnë aty 1 javë, 2 javë, ndërsa ata që janë të plagosur në çfarëdo lloj plagosur, pra qoftë që janë plagosur në luftime, qoftë që janë plagosur në trajnime, baza kryesore, spitali kryesor i parë i cili jep ndihmën e parë dhe operacionet e para, gjithçka tjetër ndodhet në Ramstein të Gjermanisë. Dhe në rast se do të largonin që këtë, atëherë kjo do të rriste një kosto për Shtetet Bashkuara të Amerikës për të çuar direkt nga lindja e mesme ose nga Azia ose nga Afrika drejt në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe kjo do të hiqte atyre mundësinë, pra do të shkurtonte jetëgjatësinë e atyre ushtarakëve të cilët do të mbeteshin të plagosur në luftimet e ardhshme nesër. Prandaj mendoj që Shtetet Bashkuara do ta bënin të garantuar ndërtimin e një spitali më përpara diku tjetër dhe ndërtimin e një qendre tjetër e cila do të mundëson
që këto pa që lëvizi, pra trupat e edhe Afrikën, edhe lindjen e mesme, të kishin si bazë kthimin në fillim një vend tjetër në Evropë ose diku tjetër dhe më pas të shkonin drejt Shtetit Amerikës. Në këtë rast, në rast se ne do të kishim një qeveri të përgjegjshme, në shkak se do të kishim njerëz të cilët kanë guxim, pra jo njerëz partjak, unë mendoj që në rast se kjo do të ishte vërtet, atëherë Shqipëria duhet t'ia afronte Shtetet Bashkuara të Amerikës Shqipërinë si një bazë të tillë ku të vendosej kryesor bazja e CENTCOM-it, pra çdo lloj veprimtarie që do të kryej përpara se të kryej lindjen e mesme, të ishte bazë e tillë. Kjo mund të jetë shumë mirë Kuçova për arsye se baza e Kuçovës është bazë e Republikës së Shqipërisë, baza e por është bazë me standardet e NATO-s, pra është vetmja bazë në Republikën e Shqipërisë, bazë ushtarake që plotson standardet e NATO-s, qoftë ato ajrore, qoftë ato toksore. Dhe këtu shumë mirë mund të përdorej si një qendër kryesore e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në çdo rast si Shtetit Bashkuar të Amerikës do mendonin dhe do me të vërtetë do kërkonin dhe do bënin largimin e tyre nga Gjermania ose nga çdo vend tjetër i Evropës. Ndërkohë, Dritan ka prodhuar jo pak kënaqësi ndërhyrja e Trump në Iran, deri në pikën që Trump ka sulmuar dje mbështetësit e tij më të mëdhej, si Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones e tjerë. Si e vlerëson këtë situatën e krijuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas këtij intervenimi në Iran? Kjo tregon që Trumpi ndodhet në një gjendje shumë të vështirë politike dhe ka lëshuar edhe nervat dhe po akuzon të gjithë ata cilët dje e kanë mbështetur, pasi tashmë nuk i ka mbetur askush mbështetës nga ata që e ngritën Trumpin, nga ata që i dhanë atij mundësinë të fitonte votat dhe të merrte votat, tashmë të gjithë i kanë dalë kundra dhe nuk i ka mbetur askush. Dhe kjo është një dëmtim shumë i madh për Trumpin për arsye se zgjedhjet janë afër, pra janë në nëndorin e këtij viti, do të jenë edhe zgjedhjet e pjesme në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe unë mendoj që ka zgjedhur një taktikë të gabuar dhe kjo tregon që Trumpi ka vepruar në mënyrë emocionale, pa asnjë lloj këshille, pasi këshilla e vetme që duhet bënte në këtë mënyrë në rast se dikush do dëshironte me të vërtetë që Trumpi ta mbante këtë presidencën e tij 4 vite, atëherë duhet i kishte këshilluar president Trump që të gjithë ata që kanë dalë kundra t'i thërriste në shtëpinë e bardhë dhe atje të krijonte të bënte një bisedë me ta. Mund edhe të mos binte dakord për asnjë gjë, por ama duke thirrur në shtëpinë e bardhë ata atje, ti tregoj që je duke marrë atyre një mendim që ata kanë vlerë për ty dhe në atë moment ti i bëj ata nga armiq i bëje sërish miq. Por Trumpi si duket nuk e ka këtë idenë se si mund të bëhet miku dhe ka ecur me idenë e bërjes sa më shumë armiq pasi mendon se është presidenti më i fuqishëm i botës. Po është. Po ky presidenti më i fuqishëm i botës ka mbritur aty mendimin e këtyre njerëzve të cilët sapo ka sulmuar. Dhe kjo në rast se do të vazhdojë në mënyrë të tillë do t'i kushtoj Trumpit presidencën e tij shumë shpejt.